Gjendet në Shqipëri Kurani më i vogël në botë sa një pull poste, mediat botërore i bëjnë një hon. Një nga kopjet e librit të shenjtë të Kuranit me përmasa të vogla të barabarta me ato të një pulle poste ndodhet në Shqipëri. Libri është në pronësi të familjes Prushi, që e ka trashëguar këtë pasuri të çmuar brez pas brezi. 45 vjeçari shqiptar zotron librin e shenjtë me përmasa të një pulle poste. Rituali është gjithmonë njësoj. Mario Prushi lan me kujdes duar dhe fytyrën përpara se të pudhët vendos në ballin e tij një nga Kuranët më të vegjël në botë. Për breza me radhë, libri me përmasa të një pulle poste është trashëguar në familjen e tij duke u mbijetuar kështu luftrave dhe regjimit fanatik komunist që nuk lejonte fen. Ekspertët thonë se është një nga Kuranët më të vegjël në qarkullim, me librin e vogël që mbahet brenda një kutie argjendi e nxirr me kalimin e viteve. E kemi trashëguar brez pas brezi me një përkushtim absolut, tregon 45 vjeçari Prushi për agjencinë e lajmeve AFP nga shtëpia e tij në Tiranë. Vetëm 2 cm i gjerë dhe 1 cm i holl, libri thuajse zhduket në pëllëmbën e dorës së pronarit të tij dhe mund të lexohet vetëm me një xham zmadhues. Është e vështirë të përcaktosh se kur daton ky Kuran, në mungesë të analizave shkencore, por sipas studiuesit Elton Karaj, libri me 900 faqe ka nisur të qarkullojë që prej shekullit të 19. Ky Kuran është premtuar në një format shumë të vogël, është ndër më të vegjëlit në botë. Në pamje të parë mund të them se publikimi i tij daton nga fundi i shekullit të 19, thot ai. Për ekspertin bëhet fjalë për një vepër të jashtëzakonshme dhe me shumë vlerë. Jemi me fat që kjo kopje është në Shqipëri, ka thënë ai.